Përshëndetje, jemi në podcast, jemi në Radar. Ditën e sotme do të flasim për pensionet. Ka shumë problematika që do t'i zbërthejmë një nga një me ekspertin e pensioneve, zotin Kujtim Hoxha. Zotin Hoxha, faleminderit shumë që pranuat ftesën dhe jeni me ne. Faleminderit. U fol shumë për një rritje që do implementohen në muajin janar për pensionistët. Çfarë ka ndodhur me këtë rritje dhe si është shpërndar? Që në fillim të nëndorit të vitit 2025, kryeministri ynë i nderuar doli përpara televizorit dhe u shfaq shumë i gëzuar, sepse thot sot sikur ndonjëherë unë gjeta formulën se si do të vinë në ndihmë dhe të përmirësoj pensionet. Kjo ishte për të ardhur keq, sepse nga u fry kaq shumë kjo punë, çdo ditë edhe në pothuajse në të gjithë televizoret lokale dhe kombëtar u propagandua nga pseudo ekspertët, ata që nuk janë të fushës, se do të ketë një rritje të pensione. Që ndodhi në të vërtetë? Pensionet mbi 400.000 lekë nuk merrin asnjë lek. Dhe pensionet e tjera që ishin më të vogla, po që kishin plotësuar ato vitet e punës sipas nenit 92 të ligjit të sigurimeve shoqërore, të merrnin një bonus. Kjo në fundit sipas kësaj që ka shprehur kryeministri në vendimin dhe në pasojat e këtij vendimit, tregovi që në Shqipëri jo vetëm që nuk mund të bëhen reforma, por tregovi në fundit atë që skemën e sigurimeve shoqërore e kanë abandonuar. E kanë lënë pas dore dhe askush nuk mund të flasë për rritje pensione. Fjala rritje pensione nuk ekziston. Sepse po e themi me shifra dhe duke argumentuar. Një qytetar që merr një bonus 8.000 lekë të vjetra në muaj, çfarë do të ndryshojë nga 150 që merr, po e marrim një mesatare, dhe do marr nga 150 do marr 158.000 lekë. Ndryshon ndonjë gjë në harxhet e tij të përditshme? S'ndryshon asgjë. Aq më tepër që kjo alternative edhe nga kryeministri i tregon me këto fikset, bonuse fikse, pa marrë parasysh edhe inflacionin, se do ketë inflacion kjo po. Ashtu sikur se pati inflacion tani, kryeministri për këtë duhet përgjigjet, pra një qeveri duhet përgjigjet për të gjithë interesat e qytetarëve dhe të përballojë të gjithë ato kolpot që mund të dalin si rezultati i ndryshimeve dhe faktorëve të jashtëm. Ndryshovi çmimi karburanteve po. Çmimet në treg u rritën, jo vetëm të karburanteve, po ato janë faktor që rritin çmimet të zinxhirit në të gjithë produktet e jetës së përditshme. Transportit, shërbimeve, jo vetëm produkteve të tavolinës dhe ato që janë domosdoshme. Atëra, ku është ndihma ose ajo masa që merr qeveria për të bërë këtë zbutjen e këtij faktori? S'ka asnjë. Nëse keni dëgjuar juve të se kam me veshin unë, por unë lexoj në mënyrë të përditshme dhe shikoj nga të gjithë televizorët se ku mund të shfaqen element dhe faktorë të tjerë që mund ndikojnë në jetën e përditshme. Nuk ka. Pra nuk ka është marrë asnjë masë që të vijë në ndihmë zbutjes së këtyre faktorëve negativ që janë si rezultat i krizës në karburant. S'ka. Si kanë bota? Bota ka ndryshe. Çfarë bëri? Qeverit përreth bën uljen e aksizës. Ndërthurën faktorë të tjerë, të cilët si thua dhanë atë konsumin e pensionistit, që të verë me një tip talloni dhe të blerë të marrë ushqime duke mos paguar para, pra duke në një farë mënyrë duke paksuar ato shpenzimet me para në dorë. Pra ka zbutur faktor në Shqipëri ndjehet gjë kjo? Përkundazi, është për të ardhur keq që një shtet fasad siç është sot, shteti fasad, ose qeveri fasad, sepse kështu siç është ai që mundohet të heqë atë opinionin edhe të faktorëve të tjerë të jashtëm,
bën takime me pensionistët. Kishte atë takimin e 14 episodi i telenovelës Pensionistët, episodi 14, ku bën takime të stisura. Pse nuk bën kryeministri bet pyetja, takime me qytetar pensionistë që të jenë të rastësishëm të vinë aty, po vinë njerëz të cilët i ka zgjedhur aty dhe brenda PS-s. Qartë. Sigurisht ati i takon, edhe mund të bëj, edhe si kryetar partie, edhe si kryetar i qeverisë, mund të bëj takime. Po t'i bëj të hapur, jo të stisura, këto janë të stisura. Nuk mundet që kryeministri të bëj takime të këtyre llojeve, edhe si pas që shpresat, i flet me pensionistët, po do t'i bëjmë, po si s'do t'i bëjmë, do japim me këto të allona, po nuk ndihet fare. Qartë. Zoti Hoxha, ju keni një aktivitet të përditshëm me pensionistët, cilat janë problematikat që hasni më së tepërmi dhe që mundoheni që të jepni zgjidhje? Atëherë për t'i kthyer përgjigje kësaj pyetje, është shumë e rëndësishme të dimë njëherë se si shteti ka dokumentacionin. Se kjo është zgjidhja edhe problemeve zinxhir që shqetësojnë qytetarët. Në radhë të parë, që të bësh llogaritjen e një pensioni duhet të kesh dokumentat e qytetarit. Pra, qeveria t'i ketë në databazë të dhënat e secilit për vitet e punës edhe për kontributet, se këto janë dy elementë që përcaktojnë pensionin, që është i lartë ose i ulët. A dini juve se sa listë pagesa i mungojnë sigurime shoqërore nga viti 94, pra nga 1/1/94 deri në 31/12/2011? Nuk po flasim për atë periudhën e para 93-shit, që edhe jo ka probleme të shumta, të cilat janë në zgjedhur gjysmak dhe për të cilën njerëzit vënë akoma në gjyq. Për atë nuk e kanë zgjedhur. Thjesht ishte një demagogji për të kaluar situatën e zgjedhjeve. Sot sigurime shoqërore, me që o bëra pyetje, dhe shumë qytetarë nuk e din, bile edhe nga ata që quajnë veten specialist, nuk lexojnë ato të dhënat që janë të publikuara në faqen zyrtare të Institutit Sigurime Shoqërore. Sipas kontrollit të lartë të shtetit, raporti i tetorit vitit 2025 për mungesën e këtyre listë pagesave shprehet në arkivën e Institutit Sigurime Shoqërore mungojnë 1.467.000 listë pagesa, që do të thotë se cili që ka paguar kontribute, por nuk e ka emrin në këto lista sepse i mungojnë shtetit, ai megjithëse ka paguar kontributet, do të jetë barë e së ardhmes. Pra edhe në të ardhmen do të ketë probleme të këtyre vjetësisë në punë, për të cilat, me të drejtë që pyetjen që bëhet juve, unë po kthej përgjigje që shumica e qytetarëve kanë probleme ata që vinë tërkasin tek unë, që Instituti Sigurime Shoqërore i kthen përgjigje qytetarëve që ne na mungojnë listë pagesat për periudhën 94-2011. Atëre, si është zgjidhja për këtë? Si është zgjidhja? Këtë duhet përgjigjet kryeministri. Pra, e pare punës, si do të bëjë kalkulimin e pensionit kur s'ka dokumenta, dhe e dyta, ajo që është emergjente sot, si do të bëjnë ndryshimin e përfitimit të pensioneve që janë shumë të ulta. Janë më të ulta në rajon. Ka alternativa ky, po le me këto arnime, me 6.000 lekë, me 8.000 lekë, me këto nuk e zgjidh problemin. Pra problemi është prezent, është në të gjitha institucionet e shprehura, sepse me këtë sistemin e Albanës e lidhur në seri, si i kanë lidhur këta, tregon që ajo nuk funksionon. Qytetari nuk pritet në përdyert, sepse ka ndjerë këtë Albania. E Albania nuk funksionon, e cila u ndërtua për të ardhur në ndihmë qytetarëve që të bëjnë shërbim më të shpejtë. Atëherë qytetari vjen vërdall ose edhe ai që di ta përdor, nuk merr shërbimin se sy ndot aty. I kalon koha duke pritur, s'ka një alternativë tjetër që kur s'punon në Albania ta zgjidhë problemin. Nuk ka qytetari. Atëherë idhni sytë në dyert e gjykatave. Ka një tej popullim të gjykatave, të cilat kanë ardhur si rezultat i moszgjidhjes së problemeve në administratën publike. Dhe këta vjen drejt gjyqit. Ku është më e keqja?
bën seminare me gjyqtarët. Gjyqtarët kanë kaluar, ata që kanë kaluar vettingun, janë përpara presionit që do japin vërtet drejtësi për qytetarët për probleme të ndryshme që ata shqetësojnë, apo do mbajnë vendin e punës. Nëse japin drejtësi, ata janë të rrezikuar për marrjen e drejtësisë. Atëre mbetet që qytetarit të jetë allakatur dhe të mos marrë asnjëherë drejtësinë. S'merr dot më. Edhe kur ka të drejtë, sot isha në një gjyq, ku gjyqtari kishte gabuar, e pranonte vetë atje. Thoshte që ti qytetar ke drejtë, e përmend 5-6 herë dhe në fund fare në dispozitiv nuk shprehej për ata që ishte që e argumentonte vetë. Dhe përmbarimi s'kishte si zbatonte një vendim pa dispozitiv, sepse duhet shprehet atje, edhe me të drejtë përmbarimi nuk vepronte dot. Çështja kaloi prapë në gjyq, vajti në shkallën e parë, vajti në apel, apeli ja kthevi prapë shkallës parë sot, dhe pa pikën e turpit, po do ta ndër me emër rastit, po sot s'mora dokumenta në një televizor tjetër, një gjyqtar pa personalitet, një vendim që kish marrë vetë, nuk zbarte dispozitivin. Dhe thoshte le të merret përmbarimi me këtë. Domethënë kalonte deri në nivelin e një ignoranti në fushën e jurisprudencës, pa i dhënë zgjidhje problemit të qytetarëve. Atëherë si do të bëhet me këta qytetarë që vjen në përgjyshe nga 8 deri në 10 vjet ka? 8 deri në 10 vjet. Që vjen në dyert e gjykatës dhe nuk zgjidhin atë. Ku është drejtësia këtu? Ku është Europa? Le të ma tregoj ai më kryeministri. Pra, në fundit, në të gjitha këto të ashtu quajtura reformat, që pretendon se s'ka reformë, s'kam parë. Këtu 2 vjet përpara odhi idenë që do të fillojë, do zbatohet ligjëri i sigurimit shoqëror që do hyjë në fuqi me 1/10/2024. Kanë kaluar që atëherën? Kanë kaluar se e shprehun ngushtet edhe pak edhe bën 2 vjet. Nuk shohim në një gjë konkrete. Atëherë, kjo është vetëm për të ardhur, si thoj, për të mbajtur me shpresë qytetarë, se s'ka rrugë. Le të më thotë mua, unë kisha qef ta kisha ndonjëherë për ballët, po ai bën takime me njerëz të mbledhur atje, jo njerëz të lirë që të shprehin mendimet e tyre dhe idetë e tyre. Qartë. Zoti Hoxha, në veprimtarinë tuaj dhe në punën tuaj, cili është rasti që ju ka mbetur në mendje dhe që nuk e harroni në këtë historik që ju keni pasur me pensionet? Me të gjitha këto, unë kam rastin pikërisht këtë, që është punuar shumë në të kaluarën, jo se kemi qenë ne, në skemën e sigurimit shoqëror, bile unë kam qenë drejtuesi i një projekti të Bankës Botërore për pastrimin e skemës sigurimit shoqëror nga informaliteti, për cilën konstatuam jo më pak se 45.000 pensione me datlindje të falsifikuar. Si ka mundësi që pas kaq kohësh, le para 93, po dhe pas 93 deri në 2012 nuk kanë hedhur të dhënat akoma, që s'ka ndodhur në një luftë pas 97 apo në një ngjarje jashtëzakonshme që të ketë dëmtuar ashtu. Atëherë, si ka mundësi që nuk përgjigjet një njeri këtu edhe rinë se i rgjin këta, prokuror, gjykata, janë krejt në shërbim të njeri tjetrit, tha kundër interesave të qytetarëve. Pa e me plot gojë këtu, sepse po të shikosh edhe gjykatat administrative u krijuan për të dhënë ndihmë qytetarëve të zgjidhin problemet në një kohë shumë të shkurtër, prandaj u ndan gjykatat. Me keqare them që gjykatat sot gjykojnë sidomos administrativet. Probleme që kanë filluar para 8 vjetëve dhe vazhdojnë akoma në gjyq, që duhet të shkurtohen dhe dilnin me një vendim brenda 6 muajve. Është e vërtetë që në një të ardhme të afërt këto brezat të rinj tashmë do përfitojnë më pak pension se këta aktual? Tash kjo varet nga politikat që ndjekin qeveritë, ato që do të jenë në të ardhmen, por sido që të jetë bazë për përfitim pensioni do të jenë kontributet. Kjo është në parim. Fakti që ne nuk i kemi të administruara kontributet, qytetarët që janë të rinj që paguajnë kontributet sot, kanë të rrezikuar kontributet që kanë derdhur vetë. Nuk i kanë më të sigurt. Le të shikoj kush do në të hyjë në Albania dhe të kërkoj nëpërmjet e Albanas
ti kërkoj administratës sigurime shoqërore për t'i dhënë në dispozicion vjetërsinë e punës dhe kontribute. Nuk i kanë, ma. Si ka mundësi që s'del një qytetar dhe ti thotë zeze, bardha e bardh. Pra, sigurime shoqërore nuk i kanë këto. Dhe unë po përmend që në vitin 2024, drejtori i përgjithshëm i Institutit Sigurimeve Shoqërore i bën me dije drejtorit përgjithshëm të tatimeve, duke i thënë që na mungojnë kaq atë shifrë që thash, 1.467.000 listë pagesa, si do ta bëjmë këta për ta hedhur në databazë. Dhe askush nga këta dy nuk merr përgjegjësinë ose rolin për të rregulluar këtë punë. Kjo është një punë vërtet e lodhshme dhe sa më shumë në kohë të largohet, është më vështirë për të riparuar. Por jo e pariparueshme. Këta s'kan as dëshirë as gjë. Ky projekt që them unë, që ishte për të hedhur të dhënat në databazë, ka qenë në vitin 2012-2013, kanë kaluar 14 vjet atëherë. Çfarë është bërë? Si su rregullua kjo punë? Çu bën parat? Këto janë pyetje dhe sidomos pyetja më e vështirë do të jetë për këtë administratë që ka humbur këto para, të tregoj si do t'i rikuperoj qytetari vitet që ja kanë marrë kontributet dhe si ja njohin vjetësi pune. Unë sot, jo më vonë se sot, kam patur 4 raste pikërisht të këtyre qytetarëve që kanë derdhur kontribute dhe kanë edhe dokumentacionin. Sigurimet shoqërore i thonë ne si kemi. Po kur i kam unë si qytetar, ti si ke, atëre unë të tregoj këto dokumenta dhe ti e detyruar të më njohësh këtë periudhë vjetësie punë dhe të më japësh pensionin që më takon. Ju mungojnë, njerit i mungojnë 7 vjet. Sot ja kam postuar unë, kam bërë aplikim. Qartë, zoti Hoxha, a ka një ndryshim në skemën e pensioneve mes grave dhe burrave? Shika, për të dhënë dhe për të kuptuar se si është sot kjo. Me ligjin 104/2014 ju fut në fuqi. Fillovi të zbatohej në 2015, ishte parashikuar që në këtë skemë sigurime shoqërore të fillonte pra të shtojë nga 2 muaj për çdo vit mosha e grave që dilnin në pension dhe sot duke shtuar nga 2 muaj për çdo vit, në vitin 2026 nevojiten për një grua që del në pension si vjet, para në vitin 2026, dalin të gjitha gratë që plotësojnë 62 vjet. Dhe ajo që do të themi për kontributet, është shtuar nga 4 muaj çdo vit, dhe që nga viti 2014 sot, ka 35 vjet që janë nevojitur në 2014 sot për të marrë pension të plot, edhe grave edhe burrave ju nevojiten 39 vjet pune, pra janë shtuar çdo vit nga 4 muaj. Dhe 3 vjet të ardhshme do të shtojnë edhe nga 4 muaj gjersa të verë vjetërsia e punës, kontributet jenë 40 vjet. Kështu janë munduar për ta shtyrë. Jo vetëm që nuk rriten pensionet, po kanë treguar me këtë lloj skeme që gjithmonë më tepër po dalin pensionet të pjeshme. Sipas raportit vitit 2025, atyre pritshmërive, se akoma se kanë publikuar këta trima, duhet ta publikonin brenda muajit mars, janë rreth 60% e popullsisë që marrin pension të pjeshëm. Ato që janë pensionet saktuara në vitin 2025. Zoti Hoxha, me ato që ju diskutoni me pensionistat dhe ku kanë këtë pension të vogël, lind pyetja, si ja dalin në fund të muajit? Këto janë pas ka të dalë. Për shembull, ka qytetar nga ata që njoh unë që privojnë nga drejta e të mjekuarit. Dhe kjo është barë e qeverisë, sepse të heqesh nga menyja ose nga lista medikamentet dhe domosdoshme, do të thotë që të privohesh nga drejta e jetës, pa ti shkurtosh jetën ti. Dhe kjo bëhet me qëllim. S'ka asnjë projekt nga qeveria për të mbështetur pensionistët me medikamente, duke hequr atë faturën e ilaçeve. Nuk ka. Vendet e tjera i përdorin këto
këtu gjasëm përdoret ajo e ashtu quajtura subvencionim i ilaçeve dhe kjo është e diktuar me ato ilaçe, me atë listë që e ka miratuar vetë struktura që ndjek këto medikamentet, që ka miratuar atë listën e këtyre çmimeve, dhe në anën formale po të vesh kjo gjen pyetje më së miri në farmacistët. Ku thonë 40 deri në 45% të qytetarëve përfitojnë ose marrin faktikisht ilaçe nga 60 deri në 80.000 lekë ilaçe, vetëm ilaçe, që vjen paguajnë atje lekë këto subvencimin, që thonë. Ato janë thjesht një demagogji. Le të heqë atë listën fare ai edhe t'ja u shpërndaj falas këtyre qytetarëve. Siç i ka bota gjë. Realisht siç i ka, vete muaj merr atë listën e ilaçeve nga mjeku i familjes dhe vazhdon mjekimet edhe nga mjeku specialist që do të jetë. Kjo nuk ndodh tek neve. Atëherë me qëllim bëhet kjo, unë po e them edhe publikisht, për të shkurtuar gjithmonë më tepër numrin e pensionistëve që marrin pension. Këto janë rrugët. O duhet të arrit pensionin, ose të shkurtohet mos u jap fare, që i bie të mos ekzistojnë që tu japish. Është kriminale në fakt kjo, me veprime ose mos veprime të organit që e ka për detyrë ruajtjen e interesave të qytetarëve, të si thua ti sakrifikosh ata dhe të mos u japish pension. E dini juve që jetë gjatësia e gëzimit të pensionit në Shqipëri për gratë është rreth 14 vjet, për burrat rreth 10 vjet e 4 muaj. Që do të thotë, nëse ti nuk i zgjidh këto problemet për 4 vite, këta që sot presin që të rritish pensionet, 40% e këtyre të mos ekzistojnë. Pa të kenë ndruar jetë. Qartë, zoti Hoxha, edhe një pyetje të fundit që lidhet me aktualitetin politik. Ju nuk jeni aktualiteti politik, por ne do e dërthurim. Flitet shumë brenda Partisë Demokratike për t'u larguar zoti Berisha nga ky drejtim. Ai është në një moshë të konsiderueshme me gjithë veprimtarinë e tij që ka bërë ndër vite. Sa mund të jetë pensioni zotit Berisha? Një pyetje. Nëse ai zgjedh që të jetojë i qetë dhe larg politikës. Çdo qytetar në Republikën e Shqipërisë pensionin e merr me bazën e kontributeve dhe sigurisht veç kësaj ai do të marrë edhe pensionin suplementar për ato funksione që ka patur, qoftë si president, si kryeministër dhe si deputet. Dhe në këtë këndvështrim ai trajtohet me krahas pensionit të pleqërisë, e cila është mbi bazën e kontributeve, kanë formulën ata si gjithë të tjerë, dhe ai pjesën më të madhe do ta marrë si punonjës që është trajtuar me pension suplementar si rezultat i ushtrimit të detyrave kushtetuese. Është një ligj 97, i cili trajton këtë grup të caktuar, dhe kjo e ka formulën e tillë, unë them vetëm formulën, pastaj vitet nuk isha përgatitur për të nxjerrë sa vite ishte president, sa kryeministër dhe ashtu, po afërsisht e di. Që do të thotë, një president i Republikës do të marrë pagën referuese të muajit të fundit që ai aplikon për pension pleqërie, dhe për këtë 2 vitet e para ai do të përfitojë nga 10% që i bie afërsisht një president ka 432.000 lekë të rinj pensioni, me këta i bie që të marrë gati 800.000 lekë për ushtrimin e detyrës së presidentit vetëm për 2 vite. Nëse ka shtruar 4, për vitet e tjera e ka plus 5% të pagës kësaj që thashun. Pastaj këtu futen edhe si kryeministër që ka qenë 8 vjet, nëse mbaj mend, 8 vjet këto të fundit. Po ka qenë edhe një mandat atë të viteve 96. Në 16 saktë që atë në një Gati 2 vite? Një vit që atë. Një vit. Pastaj edhe si deputet minimalja, pra i vete një pension, po pse të marrim këta, nëse kjo është me si thua me llogari dhe unë s'isha përgatitur për të nxjerrë shifrë të saktë, po ti merr ish kryetar në Kuvendit Popullor, i cili ka 6-7 vjet që ka dalë në pension, dhe sot nëse para 3 vjetëve merrte 2.6 milion lekë,
Sot e ka kaluar 3 milion lekë. I kalon dhe zoti Berisha këtë shifër? Po duhet ta kaloj. Duhet ta kaloj. Po unë po merrem me ata që janë të formalizuar, domethënë që e kanë marrë. Sepse zoti Berisha me sa di unë është edhe deputet. Sido që tjetë, vetëm po ndryshoj parlamenti ose të i dorë vetë nga mandati, ai vazhdon, është aktiv dhe sot një deputet merr 310.000 lekë, kaq është rroga e një deputeti sot. Pastaj ato janë zgjedhjet e individit, sepse shiko, është për të ardhur keq në politik, po të shikosh në vendet e ndryshme të botës, ata që janë politikanë të mirëfillt janë ata që janë me mjekën në kuptimin e moshës. Kanë edhe arsye shëndetësore që i kanë të stabilizuara dhe i jep kontributin me eksperiencën që bën. Ndërsa këtu në Shqipëri thonë që do të jetë politikan i ri. Politikan i ri, gerisa të mësoj ajo, i ikën mandati atje dhe ne bëjmë thjesht gjëra mësimore në Shqipëri. Pra nuk trashëgojmë eksperiencën. Ndërkohë, këtu në lidhje me konkurimet e kryetarit partisë ose kështu, këto janë si e ndjen veten një çdo qytetar për të konkuruar dhe nëse ka mbështetës ajo pse të mos vazhdoj, por sidoqoftë njeriu në moshë sa më të madhe tjetë, fillojnë i shterojnë energjitë. Po kjo është zgjedhja e tij se individ veçantë janë edhe jashtë atyre standardeve të tjerëve, mund të ketë energji që ti varet nga ai. Zoti Hoxha, faleminderit shumë që ishit me ne në këtë bisedë. Faleminderit.